Tani ishte një foto me brek të Ishte me tension të lartë, me aritmi, po edhe në të tjerë drejt asaj do vemi, me qasho. Sa mund të rezistoni, duke patur parasysh që kompania nuk ofron asnjë sitje konkrete, paktën deri tani? Ne, nëse nuk na nxjerr ambulanca, këtu do jemi. Domethënë rezistenca jonë deri në pikën e fundit. Derisa mjeku na thot dilni se është çështje serioze. Situata është shumë e vështirë për ne. Dje isha vetë i parë që lajmërova ambulancën pasi isha shumë me tension të lartë, nuk po doja dot më. Por erdhi më bën një injeksion edhe më tha për të dalë, por nuk dëshirova. Do vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Kauza e jonë është e drejtë, është mbi të gjithëve ne. Nuk po kërkojmë asgjë për vendin tonë. Është një kauzë shumë e madhe. Do vazhdojmë të qëndrojmë, nuk largohemi. Kolegu e tha, vuan shtetit kërkon për profesionist, por mendoj që nuk e marrim atë që meritojmë, nuk marrim as minimumin. Vazhdojmë, jemi këtu ditë e 10, siç edhe shihet, ne nuk dalim kot. Nuk dalim se kemi shefe, po dalim. Po dalim për kërkuar disa të drejta tona minimale. Ka pasur dhe kërkesa herë tjetër nga ana jonë, po vlerësimet kanë qenë në nivele shumë minimale. Jemi të vendosur për këtë gjë. Gjithashtu unë dua t'i bëj thirrje të gjitha institucioneve, Ministrisë Energjetikës, AKBN-s, Kryeministrisë. Jemi këtu o vëlla, po kërkojmë të drejtë. 10 ditë, nuk ka ardhur asnjëri për ne të pyesë të interesohet, 10 ditë. Gjithsesi jemi të vendosur edhe shpresojmë që të arrihet një marrëveshje sa më shpejt. Jemi të vendosur deri në fund, sot është dita e 10 e grevës së urisë dhe grevës së përgjithshme. Ne jemi të vendosur ta çojmë deri në fund sepse është një drejtë që na takon. Ideja është që ne po na trajtojnë jo si inxhiniera, sepse ne kemi mbaruar shkollën, kemi investuar për këtë punë, ne e duam vendburimin është i joni, e duam këtë profesion për cilin kemi studiuar. Dhe nuk po na trajtojnë si profesionistë, se ideja është, thot kryeministri, që punë ka po s'ka profesionist. Ja ku janë profesionistët, jemi inxhinier, kemi mbaruar shkollën dhe unë kam 7 vjet që punoj në këtë kompani dhe paga ime neto është $700. Nuk e di se si mund ta mbash një profesionist me $700, nuk e di, këta e din, por ideja është që ne jemi të vendosur deri në fund, të japim zgjidhje, të trajtojmë me dinjitet ashtu siç na takon. Ju keni kërkuar